Me aparatin e ri të rezonancës magnetike do të shkurtohet kozgjatja e kontrollave të pacientëve, ndërsa do të rritet numri i kontrollave që do të mund të kryen brenda një dite, bëri të ditur drejtori i klinikës Shën Naumi Orit, Nebojshan Nastov, teksa shtoi se deri tani nëse janë bërë 4000 kontrolle, me tani do të kryen më së paku 5000. Главниот акцент е на новиот апарат за магнетна резонанца од 1,5 Тесла. Понатаму може да видите во позадината, значи има и два лапароскопски столба, инструментариум, односно апаратура за користење во салите за травматологија во самата клиника. Инаку вкупната вредност на се ова што го имаме добиено во последната година е некаде околу 90 милиони денари, односно 1,5 милиони евра. Ministri i Shëndetësisë Azir Aliu paralemroi se po vazhdojnë me implementimin e programit qeverisës për shërbime më të mira në shëndetësi. Vazhdojmë aty ku jemi me implementimin e programit të qeverisë dhe Ministrisë së Shëndetësisë për të krijuar shërbime dhe infrastrukturë për mjekët që t'japin shërbime shëndetësore për pacientët tonë. Në vizitë ishte edhe kryeministri Hristijan Mickoski, i cili u zotua se do të krijojnë reforma serioze strukturore në shëndetësi brenda pak vitesh.